Një socialist i Vlorës, ish socialist mund ta quaj tani, më shkruajti dhe më tha: "Të lutem më cito pak në kuvend dhe thuaj që tashmë kjo është refreni që kanë qytetarët e Vlorës. Vlorë, moj Vlorë, u nise për kryeqytet të katandisën fshat me det. Sepse sot ja keni heq Vlorës gjithë institucionet. E fundit që doni t'i hiqni është kadastra. Me teorinë e doktor Adamudhit që nëse nuk funksionon kreje, ju thoni me qënë se jeni të paaftë për të ndërtuar një institucion që i përgjigjet ligjit atje dhe që nuk i përgjigjet bandave, e marrim me shkrim dhe e sjellim Tiranë. Pa llogaritur se ku do të shkojnë punonjësit, pa llogaritur se si do të marrin shërbimin qytetarët, pa llogaritur që shkelni kushtetutën, pa rimet e ligjit, sepse këtu bëni si ju do qefi ju. Dhe Vlorën sot i keni hequr gjykatën e apelit, i keni hequr gjykatën administrative, i keni hequr drejtorinë arsimore, i keni hequr drejtorinë e bujqësisë, i keni mbyllur portin, i hiqni kadastrën, pra një fshat me det.